sa duhet jemi të lidhur njëri me tjetrin, sa duhet me dash këtë vend e me punu për këtë vend, sa ka tendenca të shumta të ndryshme, të hapura publike, po të fshehura shpeshherë, që tentojnë që këtë vend në rrëmbejnë nga duart e nga këmbët tona. Të na bëjnë prapë të kthehemi në situata sikur se kemi qenë ndoshta më të vështira. Që një luftë që realisht e kemi bërë që s'kena pas mundësi me bë, të shpallet apo një luftë e padrejtë, ndërsa agresori tjetë rahat edhe të përgdhelet në vazhdimsi me privilegje të vazhdueshme që padyshim lëndon shpirtin e çdo të prekurit lënduari e të atij që sot se gjen ende babën ku e ka, djalin ku e ka, gruan ku e ka e kështu me radhë, nga se plaga e pagjeturve ende është plagë që neve na rëndon, ende është plagë që kullon, plaga e sakrificave, plaga e gjenocidit, që ata që kanë ushtruar gjenocid mbi fëmijët tanë, mbi gratë tona, ende është plagë që rrjedh, nga se askush për këtë nuk është dënuar. Sa ka nga masakra që janë bërë, me 10 njerëz të vrarë, të masakruar, gra e pleq, kush e dënuar për këtë çështje? Kush ka marrë dënim merituar për këtë çështje? Domethënë nuk janë përparësi gratë, fëmijë të prera, e të dënuara, e fëmijët e vrarë në djep, këta s'janë përparësi, po përparësi që ka një 3-4 komandantë se pas kanë bërë diçka që nuk duhet me bë. Konsideroj që sinqerisht ka nevojë për një rishikim të drejtësisë në nivel ndërkombëtar, global të përgjithshëm, nga se një çështje e tillë nuk na bën më një rahat. Një çështje e tillë nuk na bën me kon të qetë, për faktin se na besojmë në vlera që Allahu na ka mësuar e ndërto është drejtësia. Edhe me armikun, edhe me njërin që ka qenë viktim, ka qenë i shtypur dhe nga shtypja ka dalë me largu agresorin, andaj besoj që kjo duhet na vëdëson që të punojmë më tepër, të angazhojmë më tepër, të largojmë anash mos pajtimet dhe të trajtojmë si duhet mos pajtimet, por gjithmonë të jenë në favor të vendit tonë, në favor të zhvillimit të vendit tonë dhe të garantimit të sigurisë që e gëzon çdo antar e qytetar i këtij vendi, pa dallim race, feje apo entiteti. Të gjithë që janë pjesëtar të këtij vendi kanë drejt me jetu në këtë vend, mirë po, drejtësia duhet të shkon në vend. Duhet agresori ta merr dënimin e merituar që të qetësohet shpirti i nanës që ja kanë kap djalin para syve të saj, qetësohet shpirti i babës që ja ka vrarë djemtë para syve të tij e kështu me radhë, nga se nuk qetësohet ky shpirt pa e marr agresori dhe zullumçari dhe ai që ka ushtruar gjenocid dënimin e merituar. Shpresoj që ta shkojmë këtë ditë së shpejti, po mos e pafshim dunjë, ju garantoj që ditë gjykimit kena me pa. Nuk kanë mundësi me ikë për Allah xhalla xhelalu. Wallahi jo apson. Nga se Allah ju premton se këtë drejtësi ka me e garantu ditë në gjykimit ku secili ka me marrë dënimin e merituar e ka mu knash shpirti i viktimës e atij që s'ka pas mundësi me egzu drejtësi në dunja, ka me egzu ditë gjykimit. Prandaj të jemi në të drejtën tonë, të jemi në rrugë Zotit te barekotala, të përkushtojmë që duhet në emër të Allahut xhallahu ala, e Allahu ka më na ndihmu edhe nuk ka më na lënë keq asnjëherë, sikurse nuk na ka lënë keq Allahu asnjëherë.